asgjë. Të duhet ndihmë. Ç'kemi? Mirë, faleminderit. Dëgjoj, a mund ta di emrin tënd? Si e kam emrin? Quhem Lucia Nanami. Që kemi në të njëjtën klasë. E? Çfarë po bën aty? Mos do të hysh edhe sot me vonesë? Sigurisht që jo. Po unë atë vajzën e njoh. Ky film serial u Padyshim mundësua është një nga rastësie e Shqiptinema na bukur, ndiqni apo për episodet në Atëherë vazhdim çfarë do vetëm të në bësh? Do të Shqiptinema. vishte gara të dielën? Te gara e po unë... Shumë mirë, po të pres pra. Po, në të vërtet unë... Ç'kemi, Lucia? Mirë se erdhe në shkollën tonë. Dhe unë jam Hanon. Të vjen keq nëse flasim pak. Jo, as pak. Të pash që po flisje me Kajton. Jeni mish. Por ti do të shkosh të shohësh garën e surfit apo jo? E po, nuk e di. Lëri këto tani duket që të pëlqen. Çfarë të bën ta mendosh? Nuk është e vërtet. Kush është ajo? Duhet jetë në një mikeshe Kajtos. Sa zili e kam. Pa shiko, që nga shumë i kërkuar nga vajzat. Bën mirë të përgatitesh për sfidën, do të përballesh me shumë rival. Ka një numër të madh admiruesësh. Si duhet të ta them që nuk më intereson? Ki besim tek unë. Me këshillat e mia do t'i fitosh zemrën dhe ai do të bjerë menjëherë në këmbët e tua. Edhe aksesorët janë të rëndësishëm. Shikoj atë varsena, nuk është e bukur. Sipas teje duhet ta blej? Është pak e shtrenjtë. Jo, nuk ka nevojë. Varsja që ke është shumë e bukur. Me të vërtet, më vjen mirë që të pëlqen. Lucia? E dëgjove? Dikush po të kërkon. Më në fund më vure re. Sa i bukur ai pinguini prej pellushi duket i vërtet. Le ti lëm pellushë tani. Çfarë mendon për atë varsën blu? Po, e bukur. Nikola ka 2 orë që po të prep. Duhet të pastroj dhomat. Është e zemëruar me ty. Është shumë e zemëruar.